Në emër të nismës socialdemokrate në cilësinë e kryetarit Degës edhe bardhësit të listës për asamble komunale, ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë dhe keni ardhur edhe na u keni bashku në këtë tubim elektoral. Të nderuar familjar të dëshmorëve, i nderuar kryetari i shoqatës së veteranëve të luftës, i nderuar kryetari i shoqatës së invalidëve, e dashur non Loke e dëshmorit Muhamet Muharremi, mirë se ke ardhur, e faleminderit që je këtu. Të nderuar të pranishëm kandidat për asamble komunale, i nderuar i kryetar miku im zoti Fatmi Lima, mirë se ke ardhur në viti. Në cilësinë e kryetarit Degës edhe bardhësit listës për asamble komunale, sepse e keni pa edhe këto javë të fundit në fushat që nisma ka rënë në këto zgjedhje vetëm me listë për asamble komunale. Ka qenë këto javë të fundit kanë qenë të jashtëzakonshme për nismën edhe për kandidatët tonë për asamble, sepse lista jonë përmban një numër me personalitete të rëndësishme, me figura edhe me kuadro profesionale. Burra e gra, djemë edhe vajza të listës tonë kanë hy fuqishëm edhe serioz në garën për asamble komunale. Mbështetja e juve edhe gjithë qytetarëve këto javë të fundit na ka dhënë besim se nisma do të jetë e pranishme në asamblen komunale, e fuqishme dhe zëri i qytetarëve të vitis do të jetë zë i arsyes edhe zë i realizimit të aspiratave edhe qëllimeve tona si qytetarë. Prandaj, unë edhe njëherë sepse po vim prej një familje heroike këtu në komunën e Vitis, natyrisht pak emocion për shkak edhe të pritjes që na u ka bën, ka qenë e jashtëzakonshme ajo për ne, po rënë e do dhe na jemi në fushat elektorale edhe na ka dashur me organizu edhe një tubim të tillë dhe ju falenderoj për prezencën gjithë juve që keni ardhur. Këtu janë disa prej kandidatëve për asamble, disa janë veç një kisha desh me përshëndet, me falenderu që nuk është prezent këtu, për e ka një arsye të fuqishme, është zoti Vegim Ymeri, është kandidati jonë për asamble. Vegimi është kapiten një skuadrës tonë më të madhe të futbollit në Vitin Vllaznisë së Pozhoranit, edhe Vllaznia kryetare ka pas një ndeshje të rëndësishme sot, edhe ai do është patjetër me kon atje. Natyrisht Arjanitën për organizimin edhe energjinë që na i ka dhënë, edhe si vajzë dëshmorit, edhe si profesioniste, edhe si zyrtare komunale. Kjo e ka bekatu jashtëzakonisht listën tonë edhe na jemi krenar, edhe kemi kriju një distancë edhe me parti tjera politike në Viti, sepse Nita është e kompletuar me gjithë kapacitetin e saj profesional, akademik, familjar dhe kombëtar. Elmedina Ahmeti, sheri i listës tonë kryetar, areja i grupit, një kandidate jashtëzakonshme, Samia Ahmeti, Samia faleminderit. E të tjerë, po në përgjithësi, unë jam shumë krenar që i pri kësaj liste edhe kjo listë do t'jetë faqevar në asamblen komunale. E falenderojmë zotin Limaj për vizitën e tij, sepse shpesh ka në Vitin edhe mikpritja për zotin Limaj gjithmonë ka qenë e madhe, edhe personaliteti i zotit Limaj ka qenë i vlerësuar. Në këto zgjedhje është na përkrah jashtëzakonisht shumë me mundësitë edhe potencialit që i ka edhe si kryetari i partisë, po edhe si ish komandant i ushtrisë ligjore të Kosovës. Gjithmonë Vitin e ka pas në zemër, e ka pas të veçantë, për shkak se mikpritja gjithmonë ka qenë e jashtëzakonshme. Faleminderit kryetar që ke ardhur dhe ne. Nuk du me folë shumë për pikat ndoshta, por realisht edhe pa hezitim me thonë që jam shumë krenar që i prit kësaj liste, sepse nisma në zgjedhjet e kaluara nuk ka garu në zgjedhjet komunale, po kësaj here e kemi shumë parime, shumë seriozisht, edhe nisma në Viti do të jetë befasi.
Kisha kërku nëse dikush prej Halitin s'pesha, Halet? Harrova me të përshëndet. Nëse ka dikush prej Halitit prej fshatit Smir, katunit madh gati invitim as po zharonit, normal, po një kandidat i jashtëzakonshëm, një personalitet i respektuar në viti, që i ka dhënë fuqi të madhe listës tonë me kapacitetin e tij edhe intelektual që e ka. Arjanit ose Ysena po dën Arjanit, jo 2-3 fjalë. Dhe një do kandidatet e vojtë. Ju falenderoj të gjithëve që sot jeni pranë nesh. Dëshiroj të ju tregoj se jam me dëshirën më të madhe kandidate për Asamblejë të Komunës, edhe nuk do t'ju shgënjej asnjëherë. Jam shumë e lumtur që jam në mesin e këtyre njerëzve që më kanë dhënë shumë forcë për me vazhdu përpara mos më dëshpëru. Edhe pse ka shumë sfida, më kanë bërë shumë atlet. Kështu që ju premtoj se kam u kanë zonë ju në kuvendin komunal. Ja kaloj fjalën edhe Elmedinës. Përshëndetje bashkëtar, përshëndetje dhe familjar, përshëndetje zëri Fatmi Limaj, faleminderit shumë gjithë për pjesëmarrjen. Unë jam Elmedina Ahmete, e cila jam rritur në komunën e Vitis, edhe e cila nuk dëshiroj të jap premtime, dëshiroj të jap vepra, dëshiroj të jam zëri juaj në kuvendin komunal, dëshiroj që çdo qëllim i imi të mirët për bazë dhe dëshiroj që të gjitha problemet e juaja që nuk keni mundësi të flesni, unë të jam zëri juaj atë, se bashku me ekipin i cili më mbështetja zakonisht shumë, faleminderit shumë gjithëve. Shpresoj që edhe me mbështetjen tuaj, unë do të jem një zë i fuqishëm aty për ju. Faleminderit shumë. Atëherë faleminderit gjithë edhe një herë, pa u kohë fjalën ja kisha kalu kryetarit zotit Limaj, edhe me falenderu që ka ardhur në viti edhe kësa here. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë, dhe i falenderoj shumë që jeni sot, secili për juve. Loke falenderit shumë që sot jemi neve këtu, edhe ju familjarë tjerë, bashkëtarë, e qytetarët e Vitis. Aja që ka ne po shohim për Kosovë, po shohim Viti, është aja që kemi pas andar me pa e me jetu. Po zgjohet një Kosovë, po zgjohet në kam nga dalë një Kosovë, çfarë ne kemi njohur. Një Kosovë adhetare e bashkuar rreth familjes, rreth njerëzve të mirë, rreth traditës, rreth njerëzve me vepra. Nga dalë, në çdo pjesë Kosovës, ku do që jemi shku, jemi të shku, jemi të pa këtë Kosovë. Në Viti, por i kthehet, nga dalë, aja frim, adhetarizmit, patriotik, rreth familjeve, rreth burrave, grave, njerëzve të cilët kanë histori, kanë adresë, dhe kanë ambicje me qëndru fort në shërbim të qytetarëve. Unë sot jam me kënaqësi këtu, edhe për disa që nuk kanë atje ku kem ne, të një familje ndëruar e dëshmorit, të kem të shajat e lirisë Kosovës. Kem e për me pa që në çdo pjesë Kosovës, edhe në këtë komunë, janë bërthamat, janë temelet e pavarësisë dhe lirisë Kosovës, janë shajat tona. Dhe kjo që e gëzojmë një sot nuk në ka rasisht. Edhe kemi emocionet e përzira, sepse të kthehen të kujton shumë gjëra nga kaluara. Kemi kalu një jetë me shumë sfida, me shumë dhimbje, me shumë vujtje. Një jetë e cila sot në jetojmë e ende ka plagë. Plagët e lirisë. Dhe familjen dhe ti në Kosovë, të ju falendru plagëve tyre, ne sot e gëzëm lirinë dhe shtetin. Prandaj miq, natyrisht këtë shokët e luftës, edhe dëshmorët, edhe këta që janë gjallë, e kanë pas qëtë synim, me pas Kosovën për jemi sot, me ardhë e me vonë jetë normale, me ardhë me garu.
Po nuk ka krenari më të madhe për mua, e falenderoj Zotin që na ka mësuar sa të mi pa për shkak 2 vajza. Vajzën e dëshmorit, këtu për krah. Bashkëtar të mi, që vinë e garojnë, e unë me ta bashkë e kërkojmë shtetin e juaj për një veti më të mirë, për Kosovën më të mirë. Ftesa ime është për juve, këtu e qytetarëve të Vitis, ka ardhur koha më largu nga mashtrimi. E keni pa që me mashtrim, me shpifje, me akuza nuk shka veni për para. E keni pa që me njerëz pa kur fara dreze nuk i jepet besimi. Sepse nuk dime me shfrytzuat besim në shërbim vendit. Është koha si gjithmonë për punëtorët, për njerëz që dojnë me punu e me shërby vendit. Vitia dhe Kosova shumë ka nevoj me qunë kam që ka Kosovën racionale, njerëz pjekur, që bashkohet bashkë për voja edhe energjia rinore, për me bo punë të mira për vendit. Jemi të vogël me sha e më përplas me njëri tjetrin. Jemi pak mu shpërnda. Jemi shumë pak mu përqa. Dhe ata që vinë këtu edhe flasin, shaj, e shpifin për tjere, mos që shkoni mrapa. Ata që bojnë me gesht e akuzojnë, mos që shkoni mrapa. Ata që e shajnë, e mohojnë, vujtën, sakrificin e këtij populli, mos që shkoni mrapa. Koha është më këthyne në rrugën tonë, aja që në ka po krenar gjithmonë, babalarët tarë. Vitia ka trashëgimi të madhe kulturore, historike dhe kombëtare. Gjatë gjithë epokave historike, ka dhënë dje me vajza që ka bon krenar çdo fshat këtu e komunën. Ne kështu e kemi një Vitin. Unë kështu e kemi një bashkëftar të min vijat frontit në operacion në Shëqeta, në Koshare e ku dënë për Kosovë. Edhe kam pas për krenari, edhe për nder që kam pas për krah në kohë lufte. Po kështu kemi fillu, e kemi vazhdu me ta dhe rindërtimin e Vitisë së Kosovës mas lufte. Këtu keni njerëz që çdo hap të rindërtimit të Kosovës e Vitisë ka marrë pjesë me krejt qenin e tyre në rindërtimin e Vitisë dhe Kosovës. Çka po flas? E çka po du me ju thonë është, ju kisha lutën votoni me adresë. Ju kisha lutër qytetarët të nderuar Vitisë, mbështetni njerëzit e juaj që kanë çka ju ofrojnë, që kanë siguri e besim, sepse jeta atyre ka bjot besim e siguri. Nuk është ndërë veç për Vitin, është ndërë për Kosovën, me pas qiken djalin e dëshmorit, të dale me kërkum vot, për me vazhdu rrugën e prindit ti, tash në rathona tjera, aj luftën për liri, kjo ndërtimin e Vitijës e Kosovës në një shtet fort. Që kjo është ajo që e bën dallimin e njerëzve të mirë me njerëz jo të mirë. Ne çështoj dallojmë njerëz, jo mbi baza partijake. Ne dallojmë njerëz të mirë, njerëz punëtor edhe njerëz jo punëtor. Dhe në Kosovë po e shkojmë e po qojmë këtë mesazh. Le të bashkohemi gjithkohë. Djem, vajza, burra, gra, punëtor që dojmë i shërby vendit vet. Ne kemi një përvojë dhe duam këtyre vajzave, Elamia, Samia, mi dhanë ne përvojën tonë ma të mirën se si duhet të shërbehet vendit, komunës, lagjës e fshatit. Nuk kemi zbulu kur gjë, kështu është rruga që kanë ndjekur çdo popull normal për me forcu shtetin e vet. Sot ne konkurrojmë për asamble kjo listë kompakte, e cila ka ndër vete, si tash, edhe përvojën, edhe adetarizmin, edhe energjinë e re. Prej barësit listës, kryetarit tonë, Dekës, Elamis, e deri te Begimi, janë një ekip, spari, me adresë, kombëtare, njerëzore e familjare. Është ndërë për Vitin mi pas të 2 vajza në asamblejnë esër me mbrojt interesat e juve.
Vizioni ynë është që këta njerëz kanë më kthy zë, më bo zë atyre që s'kanë zonë. Ka shumë hallë në viti, ka shumë probleme në viti, kudo në Kosovë. Por njerëzit nuk kanë ku me drejtu hallet e veta. Ka shumë nanave të ushqyse, me shumë sakrificë rritin fëmin, kanë shumë probleme shqetësime, por në zëri tyre nuk del për te shtëpia. Dhe këto vajza këta, kjo ekip duhet të kthehet zë i atyre që nuk kanë zë. Zë i pensionerit, që me shumë sakrifica kanë punuar për me ndërtu viti në Kosovën, e që kanë nevoja, kanë shqetësime, kanë probleme, prej shëndetësore e deri sociale. Ne të presim dhe vizioni ynë që këta djemë, dhe kjo ekipe jonë të kthehet bën zëri atyre njerëzve që nuk i ndëgjo kërkush. Ka plot të ri që kanë vendosur me jetuar me ndërtu jetën këtu, në viti në Kosovë, po që kanë nevojë për me alloni mundësi, dhe askush si ndëgjo. Dhe ekipa jonë do të kthehet do të bën zëri atyre njerëzve, për t'i ofruar mundësi për një jetë më të mirë në viti e në Kosovë. Ka plot familjarë dëshmorëve, invalid dhe veteran, fëmijë tyre, të cilët kanë nevoja dhe shqetësime. Për më tepër, ata kanë nevojë për respekt. Sot, një veteran që shëtitet rrugët vitis, lyme ai qytet, lyme ai fshat, lyme ai vend që ka veteran të luftës. Lyme ai vend që ka djem, burra, që plaken rrugëve të qyteteve tyre si veteran lufte, sepse është shenja kryesore që tregon që për këtë vend ka pas djem që janë të gatshëm me dho jetën për lirinë që gëzojmë nisë. Na dikur, a ju e dini, kena pas veteran të arsimit, kena pas veteran të sportit, kena pas veteran të kulturës. Veç një veteran që kemi pas, si Kosovë. S'kemi pas veteran të luftë kur. Ne kemi pas dëshmor e adhetar, plot këtu, edhe në Karadak, e ku dënë për Kosovë. Po ju e dini që vorret e tyre këna pas më shefta, e gojnë pas gojnë në kanë kalëzu kur ne ka vra shka o prind. E babalarë to, s'këna kalëzu me ditë ku i kemë vorret. Lyme i vend që ka për mendore dëshmorit e vareza dëshmorit. E na i kemë. E kjo është shaj me kalëzu që këto që e gëzojmë sot nuk ka rasisht, por shfalë gjakut të atyre djemve vajzave që kanë do për Kosovën. Dhe ka kuptim shteti jonë. Lyme qytet e fshat, e ai vend që ka invalid luftës. Sepse jep shaj është pasqyrë konkrete për të reguar që për këtë vend kemi dha pjesë trupi, s'kemi kursyrë. Kema te për juve djemë të vajzat e reja. Për me po që këtë liri që e gëzojmë një sot, nuk në ka orë rasisht. Ka shumë plakë Kosova, djemë. E ju djemë me tripi o plasë. Ka shumë plakë Kosova, gjdo të cepë. Plakë të shpirtit. Halo lengojnë, edhe ato plakë të shpirtit shkojnë veç ku të vdesin njerës. Ato nuk shërohen. Ndërani ato plakë të shpirtit. Ndërani. Nuk është që është e më ndërua tonë si individ. Ndërani shtetin e juve, vendin e juve. Mos i ndëgjoni lloj njeri, i papërgjeshëm, që vjen për fshatrat tona, në për qytetet tona, që shpërdor me pritjen e juaj e kohën e juaj, duke shahë shtëpi për vendin e lirinë e vet, për shtetin e vet. Pyetni pak prindë e juaj ku kemi qenë para 20 viteve. Unë kam qenë viti me, nëse nuk gaboj, 28 qershor. Në 26-28 qershor 99 kur është shiru. Dhe di që akëm polë viti këtu. Me ato që më konë një orë në hak. Shpejt vaharojnë ku kemi qenë ku jem. Dalin televizion lloj njeri, ran, shpif, mashtron, akuzon, s'ka hajrë aty në punëve. Unë e di që sot do trend është mod me sha e më këqyrë më shumë. Me posa më shumë skandale, me këqyrë më shumë televizion. Por ne nuk e bëjmë atë punë. Unë e di që për një grush vota, sot është mod me orë me shpive, me premtu,
e me rajt njerëz. Ne nuk e bëjmë më të punë. Ne nuk e bëjmë më të punë se kena investu shumë për vendin tonë. Ne nuk mujna me pa vendin të shkon rrugë gabume. Dhe nuk dojmë një grush vota ma tepër për me që vendin rrugë gabume. Kjo gjuhë që flasim ne nuk o shumë atraktive tani për tani. Se atraktive sot do me njës me shumë me listë vetijen të kundështarë. E mu bojë interesant, ne se bojmë atë punë. Ne, sepse ne besojmë që këtë dëmtojnë vendit. Ne nuk muna me artë me përqa njerës. Ndë gjukët edhe kryetarin, edhe 2 kandidatët tona, me ka 2 fjallë. Kërkojnë besimin e juve. Pa full për të tjerët. Kemi nevojë për normalitet. Kemi nevojë që në Asamblejën e Vitijës e Parlamentin e Kosovës me pas njerëz familjar, të edukuar, e që shërbejnë, pra sa dinë e mujnë i shërbejnë vendit. Ama kur gjuni vot, pa adres, e duke pa vish për televizionit, ndodh, aja që po ndodh, të vjen Bondi Malbasha, kryetari i kuvendit. Edhe thu ka erë kjo. E që shërë kjo këtu? Po vjen. Vjen. Unë dina krenar që me qëta shokë që kam rrugtuar, e djemë t'juj, kur jem ardhë që mbi ti, e ku të që jemi takuar, kur kemi thirë për diçka, i kemi shku dhe në fund. Kemi thirë për të mirën e Kosovës, për të mirën e vendit to. Prandaj ftoj të nderuar bashkëqytetarë, ta mbështetni këtë ekip. Nuk ju zgjidh problemi emni i partive. Nuk shohet, a ditë çfarë po ndodh në Kosovë, besoj edhe në Viti. Deri me tani ka qenë, Allah në smoj me ndru votën, se ja kom përmëtu filan partijës. Po si zgjidh problemet e partive. Emnin e partijës mërë me pas mirë, po njerin e mërë me pas jo të mirë mra. Problemet ju zgjidhin njerëzit. Këshuni njerëzit mrena partijës, jo po emnin e partijës. Sepse emni partijës nuk zgjidh të lashë. Ne duam e juftojmë, përcaktohet të njerëzit, të individet. Ata janë garancia që ju zgjidhin problemet e nuk ju shgënjej. Dhe unë besoj që, e unë për vetë jem shumë i nderuar, që përfaqësojnë vizionin tonë kjo ekip këtu në Viti, të djemët burra, e që përfaqësojnë identitetin, edhe historik, lavdisë kombëtare, edhe të profesionalizmit, edhe të rindetimit Vitijës së Kosovës. Për mua, që kjo është historia, edhe ekipa që përfaqësojnë Vitijën. Edhe jemi të lidhur në njerëz, në emrat njerëzve, jo të individëve. Ai një që më shifet në emrit partijës, ai ka probleme me vetën. Prandaj, juftoj që në këtë zgjedhje, ne mbështetni kandidatët tanë, t'jenë zëri juaj në asamble, dhe për te kësaj, le të fillojnë edhe Vitija si dikur të bashkohemi njerëz e pjekur, punëtor, familjar, advetar, intelektual, e ta kthejmë Kosovën në vijën e duhur. Ta kthejmë në normalitet Kosovën. Ju dëni që fëmijët e juaj, kur të shohin televizion, me pa fjalë të mëshme nga televizioni, me pa ide për zhvillim. Nuk besoj që dëni me pa përplasjet, akuzat e shpifet sikur që shihni e keni pa tash sa vite. Me ardh këtu, me rajt, me shpif edhe me fol çka keni qef ju me ngu. Vendi ynë është keq. Kosova po i zbej pozicionet e veta ndërkombëtare. Nëse vazhdojmë që të rrugë, me shpejtësi jem të ecë drejt rrugëve gabuara, me shumë dame, me shumë rreziqe. Mos harroni, lufta në Ukrainë në Prag, sukur me konë shkupësht. Edhe kjo që pa do lindin e mesme. Kur ne jemi konë thmi, 25-6 vjeqarë kur kemi qenë luftë. Të kemi pas halë më të vogël, 18-19. Edhe kemi luftuar, edhe kemi ndërtu miq. 98-99. Ditën kemi luftuar, mas ditë kemi komunikuar me miq tanë, se kemi ditur, Kosova pa miq nuk mund shlirohet. Kemi ndërtuar misi, e jo më me mbetje tim si që kemi qenë si kumë. Kemi arritur edhe të luftojmë, edhe të ndërtojmë aleanca me miq tanë që na ndihmuan edhe në shlirim, edhe në ndërtim të Kosovës. Prandaj u kisha lutur miq,
zonja, sidomos ju gra, kur t'ju flasin nga Prishtina për luftën, mos harroni, janë t'ju folë për djemë të ju. Ne kena luftu, mos me luftu kur më Kosovë. Ne e dim që ka luftë. Ne duam njerëz normal që luftojnë për natë për mësme që kur vendin luftë me bo pashtë e shtetë fort. Kur të që i flasin e të jeshesin patriotizë, mos harroni, ata kanë me ikë. Djemë të ju i kanë me shku. Me mbrojt vendin. Sikur që kanë ikë dikur. Dhe dohet atje udhëhes që punon natë e ditë e mos me lo me një sheri në bërë. E me forcu vendin, me forcu paqen, e me ndërtu misi e aleancë, e me ndërtu sistemin të shtetëror. Këto janë temat të cilat janë nacionale, po nga vizita që e pata pak më më shtini më futi këtë temë, edhe si me thanë, më thejnë të kalurën. Më thejnë të kalurën e me pasë sa sakrificia kemi bo më marrë. Këtë ku pas diçka tjetër me thonë sante këtu, e ndrova krejt nga vizita që e pata për faktin që thash refleksioni s'kalurës, dhimbjet e vujtjet që kemi kalu, kam përshtypjen që rrugës po largohemi për tyne, në ndërem e në respektim sa do. Ftesa ime për të gjithë ju, të bashkohemi, të kthejmë normalitet edhe vitin, edhe Kosovën, edhe rreth një koncepti. Shkoni për burra e gra mas njerëzve që kanë punë e vepra. Kosovën fjallë se kanë punë kur këtu. Dashuria për atë dheun nuk matet me fjallë të mëdha, po matet me ato, a je kanë aty ku ka nevojë atë dheu për ty. A je aty kur atë dheu ka nevojë për ty. Përkushtimi për vendin nuk matet me fjallë të bukra të përzgjedhura nga interneti, po matet me punë dhe vepra sa ke bo për vendin tonë. Vendosmëria, e besnikëria, e serioziteti, e forca, e qëndrimi në raport me atë dheun e me kundërshtarin nuk matet nga fjalët e studio televizive, po nga ato kur ti e sfiduar, aja ke këthy shpinën atë dheut. Aja ke këthy shpinën atë dheut në momentin kur ti ki pas me matë veten apo atë dheut. Kosova ka plot djeme qika që kanë dëshmuar e që janë sprovuar që kur ka fjala vetja apo atë dheu, ata kanë zgjedh atë dheun e kanë do vetën. Sukur këtë në viti, e sukur shumë djemë që i keni ju bashkëtarët me qëtu, që në ka fëmijë. Edhe këta kanë pas rrugë me zgjidhë. Pjesa ime është, e po shvejzë rasi me këtu juve, për me juve të gjithve, më shtetni këto vajsa, më shtetni këta djemë. Unë, shqyqani, fillon me vajzën e dëshmorit, e përfundon me bashkëtarin tim. E ako më ndërë me knasi se me kom mi përfasu këta njerës këtu. Unë jam shumë inderuar që sot jam viti, e ju falenderi shumë për pritin që ma keni bo, edhe letë fitojnë vitia dhe Kosova me 12 dorë.